Një shpërthim i fuqishëm si pasojë e rrjedhjes së gazit në një cistern 1000 litër që e vendosur në katin përdhes të një pallati, la 4 shtetas plagosur dhe për pak nuk u kthye në tragjedi edhe më të rëndë në kompleksin turistik Fishta në qendër të Velipojës. Ngjarja që u shoqërua me panik tek pushuesit u shënua rreth orës 10 të mëngjesit të së premtes në lokalin e pozicionuar poshtë pallatit Peskatësh në zonën turistike. Vala e shpërthimit ka qenë e fuqishme dhe lat plagosur në gjendje kritike për jetën pronarin 55 vjeçar Besnik Zenuni dhe djalin e tij 33 vjeçar Hektor Zenuni, të cilët u dërguan në Tiranë për mjekim të specializuar pasi kanë djegje në mbi 50% të trupit. Gjithashtu plagos 19 vjeçaria nga Kosova, Sës Pahia, e cila mësohet se ka punuar në banak, si dhe u asfiksua si pasojë ndërhyrjes në vendngjarje ndihmësmjekja e qendrës shëndetësore të Velipojës, Vjollca Voci. Dy shtetaset ndodhen jashtë rreziku për jetën në spitalin e Shkodrës. Dëshmitë e pushuesve dhe banorëve tregojnë tmerrin që kanë përjetuar, ndërsa pamjet pas shorjes së flakëve tregojnë dëme të mëdha që janë shkaktuar. E vendosëm në makinën këtu për të hyrë në dhumë, edhe u do të me marrë qelsin. Thamën i lajmëra qelsin, kështu që kemë 6 fëmijë aty brenda. Asaj ja kanë nisë me fishlue, edhe tani kena i kapën fëmijë, se i patën 5-6 fëmijë. Thamën i lajmë dalë për jashtë, ja kanë nisë me eksplodu. Ka eksplodu eksplodimi i parë, zdyti i ka gjutan edhe njerëzit për jashtë, e kështu që sa këna mujtë me mledhë fëmijën edhe me ikë. Bani një shpërthim me një herë, bum! Pastaj kishte 2-3 tjerë, edhe pastaj doli një flak e madhe, morën perdet e gjitha këto morën flak me një herë. Kam marrë dhe kam ka për krash, kam quat në një, kam marrë 5-6 shishuj në lokal edhe kam hellë në krye në qafe. Edhe filloi me marrë frymë, se smerte frymë hiç. Pra nuk merrte frymë. Nuk merrte frymë hiç. Smerte frymë. Edhe filloi marrë frymë, erdhi një infermiere, i vuni atë. Banorët e tjerë kanë përjetuar panik, si ka qenë situata në momentin e shkallës? Normal që ishin, po faktikisht banorët e tonë ishin të filmuar ngjarjen, nuk ka se shkote kush tek këta plagosit me një mu, po. Moti i bëjsh me telefonin dorë se sa aty një mu atë dëmtumin. E bona pagesën, lish në letën njoftimi, u ka mejtë mrana, u djeg. Shpërthimi erdhi nga lokali? Nga lokali. Mrana e në konë kur ka shpërthy flaka. Flaka kur u dolë në mrana e në konë. Kum ka fëmin. Ekspertiza Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial deklaroi se kemi të bëjmë me rrjedhje gazi nga cisterna që ishte vendosur poshtë lokalit, ndërkohë shefi i shërbimit zjarfikës në Shkodra Agron Dibra tregon ndërhyrjen me njëherë pas marrjes së njoftimit për këtë shpërthim. Ka qenë një zjarr i menjëhershëm, i fuqishëm, por fatmirësisht nuk patë dëmtime tjera në katet më sipër të pallatit, ku mund kishin kanë edhe viktima. Situata në momentin që unë kam rritur ishte shumë e rënduar. Them drejtën, ishte shumë e rënduar se kishte shumë flak, megjithëse 2-3 minuta pas shpërthimit kanë mrit forcat e zjarfikseve, forca e policisë dhe ambulancë. Dibra thotë se për këtë rast, por dhe konstatimet e tjera që do të bëhen në vijim, do të mbahet përgjegjësi. Normalisht nuk lejohen këto në to kushte, por do të vazhdojnë kontrollet dhe edhe për këtë rast do të marrin masa konform ligjit, si nga ana jonë, si nga Inspektorati Shtetëror Teknik. Fati deshi që shpërthimi të ndodhte gjatë orëve të paradrekës, kur pushuesit ishin vendosur kryesisht buzdetit, pasi nëse do të ndodhte gjatë orëve të mbrëmjes, atëherë pasojat në njerëz do të kishin qenë katastrofale, pasi kompleksi është një prej më të mëdhenjve në Velipojë. Vendosja e një cisternë të tillë poshtë pallatit në një zonë të mbipopulluar është një këmban alarmi përballë rrezikut që përcjellin të tilla raste.